Në ditën e sotme do të përgatis një gjellë me patate dhe do të përdorim këto përbërës. Këtu kemi patate 1 kg e 300 gram, 400 deri në 500 gram me mish viçi, 2 kokra të plota me 2 kokra mesatare qep. Gati 6 lugë gjelle me vaj zakonshëm për gatim, 4 thelpinj hudhër, 1 lugë kafeje me piper të zi, krip dhe 2 deri në 3 lugë me miell i bardhë, i cili përdoret zakonisht për gatim. Miellin do ta shtojmë tek mishi i viçit dhe do të përpiqemi që mishin ta lyejmë dhe të lyhet i gjithi me miell. Më pas, në një tenxhere do të vendosim 6 lugë gjelle me vaj dhe do të skuqim mishin. Në një tenxhere që kemi vendosur vajin dhe kemi ngrohur pak, do të shtojmë mishin, të cilin e kemi lyer me miell. Dhe do të vazhdojmë të përziejmë për disa minuta derisa të skuqet mishi. Pasi kemi lënë gati 5 minuta mishin, do të shtojmë udhrat e grira, gjithashtu dhe 2 kokra qep, të cilat i kemi prerë shumimët. Do t'i kaurdisim së bashku për 4-5 minuta të tjera dhe më pas do ta mbushim tenxherën me ujë për të zgjerë. Më pas do të shtojmë në tenxhere gati 2 litra me ujë dhe do ta lëmë të zjej gati për 20 minuta, sepse është mish viçi dhe zjen shpejt. Pasi kemi lëmë për gati 20 minuta ose 25 minuta në varësi të mishit, do të shtojmë këtu edhe patatet. I shtojmë me kujdes. Gjithashtu do të shtojmë kripën dhe piperin e zi. Dhe do t'i lëmë për aq minuta derisa të zjejnë patatet, të zbuten. Dhe ja ku e kemi gjellën me patate të përfunduar. E kemi vendosur dhe të servirur në pjatë dhe sipër saj mund të shtojmë shumë pak piper të zi, sipas dëshirës. Shpresoj që t'ju pëlqej. Është një gjellë tepër e shijshme.